cilët janë udhëheqësit që historia e njeh si diktator. Adolf Hitler e çoi botën në luftën e dytë botërore. Organizoi Holokaustin ku humbën jetë miliona njerëz. Bëhet mend për ideologjinë ekstreme dhe historia e njeh si simbol të diktaturës. Josef Stalin udhëhoqi Bashkimin Sovjetik me dorë të hekurt. Bëri pastrime masive politike, miliona viktima nga uria dhe represioni. Ishte shembull i kontrollit total të shtetit mbi jetën dhe mendimin e njerëzve. Enver Hoxha udhëhoqi Shqipërinë për 40 vite në izolim ekstrem. E ndaloi fenë, i kufizoi kontaktet me botën dhe kontrolloi çdo aspekt të jetës. Burgosje dhe përndjekje për çdo mendim ndryshe. Historia e njeh si simbol të izolimit dhe frikës sistematike. Kim Jong-u udhëheq Korenë e Veriut edhe sot. Regjim i mbyllur dhe kontroll ekstrem mbi informacionin dhe jetën e qytetarëve. Kult i fortë i liderit dhe mungesë e lirive themelore. Ai është një nga shembujt modern të diktaturës. Çka i bashkon këta lider? Pushteti absolut pa llogaridhënie, frika si mjet i qeverisjes, shtypja e fjalës së lirë, kontroll mbi jetën dhe mendimin e njerëzve. Çdo shoqëri që harron rrezikon të jetojë përsëri të njëjtën. Po jo, a mendoni a ka dhe sot diktator apo diktatura ka ndruar formë?